Sot kemi udhëtuar drejt fshatit Palokastër në njësinë administrative Cepo të bashkisë Gjirokastër. Ndodhet 5 kilometra larg nga autostrada Gjirokastër-Tepelen dhe është një ndër fshatrat më të hershëm të kësaj zone, me histori, tradita të hershme dhe banor të dashur, punëtor e tepër mikpritës. Banorët e kësaj zone rurale në këtë periudhë janë të angazhuar me punët e stinës, duke vijuar me përkushtim aktivitetet tradicionale që kanë mbajtur gjallë jetën rurale në këtë zonë. Zazavatet me ato merren tani. Grurin e kanë mbjell, me misër me këto. Fshati ka gjithë ato punë. Pastrojmë kasollet, ushqejmë kecat, ushqejmë shelegët, punojmë në bache. Këta që janë një qikë më të rinj, qifte të rinj, dikush ka edhe bakti, dikush ka edhe vreshta. Ja me këto gjëra miren, kopshtra, shumë është një këtu gjiton që bën nga këto perime, gjëra i shesin edhe rojnë. Kjo është faza më kryesore për fshatin. Në fakt ne si fshat, tradita më e vjetër e më madhe është perimet. Me perimet Palokastra ka furnizuar me Malijej, Tepelen, Gjirokastër, e kam vjerën që për perime jemi mjeshtra. Një traditë e zonës. Është traditë, ose si fshat jemi të veçantë. E mbajnë gjallë banorët? Po. Ka banor që i tregtojnë këto prodhime për të fituar? Ka janë 2-3 familje që janë familje energjike, domethënë që kanë të rinj, që punojnë, mbjellin dhe shesin, do më tregtojnë në Gjirokastër perimet. Po këto të pak janë se ne shumica jemi pensionistë. Do më thënë, tani për shumë këtu në fshat jemi 25 familje. Në 25 familje, 5 familje janë që kanë fuqi punëtore që punojnë, do më thënë, kanë fuqi që bëjnë për të shitur, pa jo për vetë time, për shumë furnizojnë vetë, bile perime dhe qojë dhe në Greqi, të fëmijët në Greqi. Blektoria, vazhdon të ketë? Blektoria këtu janë 5-6 familje që kanë blektori. Për shumë dhe është një stall, a i ka, do në është si tuash i pari, se ka 200 kokë dhi, ka 6 lopë. Kemi mbjell patatet, qepët, salat, edhe në këto, jo spinaq, jo hudhra, jo i kemi mbjell të tëra këto të zonës tani që ka. Kalaja e Palokastrës është një prej dëshmive të rëndësishme të qytetërimeve antike në luginën e Drinos. Rënojat e saj vitet e fundit po tërheqin vëmendjen e arkeologëve të ndryshëm, por edhe një numër të lartë turistësh që zgjedhin ta vizitojnë. Po intereso kur vinë kështu vënë shumë, edhe turistë kemi parë që vënë. Atje është shumë e vjetër ajo, se unë vajta 60 vjetë këtu. Po ka, ja, vetëm të kalaja që është kalaja lumi, që vinë këtu, në fakt vinë edhe nga këta turistat që i shikojmë që kalojnë me ato makinat, edhe kalojnë nga në lumit, edhe rinë atje. Do mos të kore gusht vinë. Vinë shumë, jo shpesh, po vinë shumë. Vetë jeni të hapur për të mirëpritur turist? Shumë, jo pak, po shumë. Do më thënë, jo për turistët, po për çdo njeri që të jetë, të vi, është i mirëpritur. Vizitorët ndërkohë zbulojnë edhe bukuritë e fshatit, natyrën e tij të paprekur dhe mikpritjen tradicionale, duke i dhënë kështu një shtysë të re zhvillimit ekonomik të zonës.